Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur miq, jemi drejt për së drejtin ekranin e televizionit kombëtar Klan. Dhe do ta nisi programin e sotëm me një mbrëmje të bukur mode, e cila javën e kaluar në fakt bëri bashkë të rinj të talentuar në fushën e modës, të dizajnit, ku tradita shqiptare ishte ajo që frymëzoi dhe thelbi i gjithë krijimeve të tyre. Po flasim pikërisht për edicionin e 4 të Muza Competition, i cili ishte një tjetër sukses dhe që solli emocione të jashtëzakonshme, art, kreativitet, originalitet, ka qenë vërtet një natë shumë speciale, kështu që ne do të jemi sot për të folur dhe gjithashtu edhe për t'ju njohur me fituesit e këtij edicioni të 4, do t'i kemi të gjithë këtu në studio, kështu që le të presim me shumë duar trokitje në studio drejtoren ekzekutive të Unionit të Bashkive Shqiptare në rajon dhe themeluesen e Muza Competition, Andreola Kambo, e presim. Andreola, presim ty të parën, mirë se erdhe dashur, të falenderoj që je këtu dhe të uroj shumë suksese për edicionet e tjera të Muzës, ndërkohë që përgëzime për atë të 4-tin, i cili ishte një tjetër moment i rëndësishëm në këtë platformë të bukur tashmë të ndërtuar për të rinj shqiptar. Besoj që po, Muza konfirmoi edhe një herë që jo vetëm dhuron magji të gjithë të rive që besuan të kjo platformë, po ndërkohë ka nisë një rrugtim të ri. Të krijoj imazhin e kulturës shqiptare në arenën ndërkombëtare dhe për këtë po punojmë tani. Pa diskutim. Unë dua të qëndrosh këtu me mua në anën tjetër, sepse dua që t'i presim fituesit bashkë të dyja. Do ta nisim nga fituesja e vendit të parë, ta nisim atë sepse sigurisht që kurora i takoi asaj me një koleksion të mrekullueshëm që solli, fituese e çmimit të parë, Moralda Durra. E presim në studio. Moralda, mirë se erdhe. Faleminderit që je këtu edhe shumë urime. Moralda ndërkohë është studente e ke mbaruar studimet në Universitetin e Arteve në degën tekstil, edhe ja, është një moment shpërblimi besoj, në i punës tënde i gjithë ky apo jo, fitoria tek Muza Competition, si ndjesh? Shumë e lumtur dhe faleminderit shumë për ftesën. Të falenderoj unë ty, të ftoj të ulesh. Vazhdojmë Andreola me fituesen e vendit të dytë, është Esmerina Kasa, e presim në studio. Esmerina, mirë se erdhe. Urime dhe ti për fitoren tënde. Çmimi, nuk i tham çmimet e fituesve, po ndoshta do t'i tregojmë më pas. Si ndjesh pas këtij momenti? Punove shumë për koleksionin tënd? Po. Të ftoj të ulesh, falenderoj që je këtu. Vazhdojmë me fituesin e vendit të tretë. Xheksil Muça, apo jo? Xheksil Muça, e presim. Ishte edhe Xheksil, urime dhe ti. Do t'i shohim pas pak në fakt koleksionet, se ishin njëri më i ndryshëm nga tjetri, apo jo? Xheksil, të ftoj të ulesh. Një punë vërtet kolosale Andreola e bërë gjatë këtij edicioni, duhet thënë. Jo vetëm një punë, po orë të tëra që gjithë të rit nga skicat, a jetizoshat, ta sjellësh në pasarel dhe me një cilësi aq shumë të lartë, janë jo vetëm duar trokitje, por është realisht një motivim ende më i madh për të çuar dhe për të mbështetur të rit tanë, sa më shumë. Pa diskutim. Ky vit pati edhe një fituese të vendit të 4, pra një çmim tjetër. Pra ndryshe nga 3 vitet përpara, kemi pas edhe çmimin e 4, edhe nga kërkesat e shumta që kishim në fakt, dhe tham se jo, të jepni një bursë një tjetër shpërblim, si thua, për fituesit, për më të mirët. Alma Sali, fituese e vendit të 4. Alma, mirë se erdhe. Faleminderit edhe suksese dhe ti më tutje, ndërkohë i shoh edhe të veshur bukur në fakt, të gjithë. Atëherë jo, Alma, atë Andreola, të lutem, ky vendi është yti, Alma do t'ulet atje dhe ja ti kemi të rinj. Ja ti ju edhe jeni veshur, më duket me veshjet e koleksionit tuaj? Jo, ndoshta? Po. Sepse ky fundi yt prej grepi është pjesë e koleksionit tënd, ishte në... Është frymëzimi atij koleksioni, domethënë ato motive, por që i sjell në formë tjetër. E qartë. Kushte Moralda jo, se Moralda kishte totalisht tjetër gjë, do ta sjellim pas pak edhe atë moment. Alma, po ti kishe diçka jo? Inspirim nga koleksioni. Inspirim nga koleksioni, se kishte pak atmosferë, muze, le të themi, edhe veshja jote. Mirë, le ta nisim me insertin, do t'jetë muza, do të shfaqet Po, patjetër që po, do shfaqet në TV Klan. Në televizionin Klan, po? Edhe jemi duke punuar për këtë. Besoj që jo vetëm do japim publikut shqiptar të shijoj artin e dhuruar nga këto të ri, por ndërkohë jemi duke ju prezantuar dhe një sër imazhesh të reja publike të ardhur nga diaspora,
për të prezentuar dhe për të qenë modelet e muzës. Dhe kjo ishte risia e këtë vit e muzës. Absolutisht. Dua që ta sillim insertin i cili është përgatitur në lidhje me atë natë aq të bukur në Tiranë, në një mbrëmje të ngrohtë qershori, duhet thënë, e cila u shijua shumë nga publiku në radhë të parë që shijoi ato bukurira pafund teksa sfilonin, po jam e sigurt emocionet e parrëfyeshme të gjithë konkurrentëve, të cilët ishin në një farë mënyrë në garë me njëri tjetrin, por për te i garës unë besoj që ishte për ju një eksperiencë e jashtëzakonshme, apo jo, të prezantoheshit me publikun. Dhe ky është vetëm fillimi i rrugës tuaj, duhet thënë, e keni gjithë të ardhmen përpara. Le të shohim insertin, e ndjekim. Muza Competition përmbylli me një mbrëmje gala edicionin e saj të 4 në organizimin e Unionit të Bashkive Shqiptare në rajon dhe me mbështetjen e Bashkisë Tiranë. Sheshi Italia është ndërruar më 26 qershor në një paserel të jashtëzakonshme ku bukuria, stili dhe trashëgimia shqiptare u bën një. Në moderimin e gazetarës së njohur nga Kosova Edita Doli, mbrëmja ishte një spektakël i pasur me ngjyra, kreativitet dhe emocion, ku ndërthuan tradita dhe identiteti, shpirti rinor dhe dizajni modern. Njëherë më pëlqen si event, ka sjell vërtet gjëra interesante, pra të tërë ata që kanë dashur të sjellin punët e tyre, muzën e tyre, e kanë sjellë në një formë që vërtet është mbreslënse. Shumë interesant, është era ime e parë që vi dhe e kam ndjekur nëpërmjet internetit, biles edhe disa nga modelet i kam takuar në New York edhe jam shumë e kënaqur që Shqipëria ka filluar dhe ka këtë eksperiencë. Juria e këtij edicioni përbëhet nga emra të shuar të botës së modës dhe artit. Fotografi me famë ndërkombëtare Fadil Berisha, modelja dhe filantropisja Emina Çunmulaj, autori dhe producentja e programeve televizive Rudina Magjistari, etnografja Afrodita Onuzi, stilistja Nadat Nikola dhe piktori Elidon Haliti. Kur e shoh këtë popull si po vazhdon edhe po krijon, si kom andruar gjithë këto vite me pa popull shqiptar, me po gjëra aq bukura sa këtë bota, domethënë edhe ka ardhur kjo kohë tash sot. E shoh dhe jam shumë krenar. Është viti i 4 me radhë, shpresoj se vitin tjetër do të jetë dikush tjetër, jo unë gjithmonë, ama jam shumë e gëzuar me kanë këtu edhe besoj që talenti që do shihet sonte do jetë diçka që nuk e kemi pa deri sot. Erdi gjithashtu shumë bukur, shumë interesant, stilistët duke ardhur dhe gjithmonë me prezencë shumë serioze në këtë kompeticion. Jam shumë e gëzuar për fituesen, shumë. Juria zgjodhi me unanimitet të plot. Jam shumë i gëzuar për shumë arsye. Kishte një harmoni të jashtëzakonshme, është viti 4 dhe unë kam një filozofi për të thënë që vazhdimësia është më e rëndësishme se fillim. Që isha më i gëzuar akoma që Xhubleta, ajo që padyshim ne na shoqëron kudo në gjithë botën, tani do të shkeli dhe në Milano. Ndërkohë jurisë së këtij viti ju bashkuan dhe disa të ftuar speciale, emra të mëdhenj të modës botërore si Nicole Miller, Karel Old, Matilda Kalaveshi, Toni Dovolani dhe Gerolamo Etro, duke sjellë eksperiencë, vizion dhe frymëzim për të rinj shqiptar. Viti parë që vi dhe nuk e prisja talent të tillë që të gjeja në Shqipëri. Për mua kjo është gjë shumë e re. Ishin të gjithë të talentuar, është kurajoja që secili ka që çdo ditë të ngrihet dhe të zgjedhë këtë si profesionit tyre, është gjë që unë e kuptoj shumë mirë dhe është ndesh që jam këtu sot. Koleksioni që triumfoi ishte ai Moralda Durrës nga qyteti i Durrësit, e cila u shpall dizenjatorja më e mirë e edicionit të 4. Moralda Durra! Jam tepër krenare për këtë çmim, çanta e këtij koleksioni të Xhubleta. Po realisht ndiem krenare për veten që arrita ta bëj mjaft mirë. Ndërkohë Zmerina Kasa u shpall fituese e vendit të dytë, Xheksil Muça, fituesi i çmimit të tretë dhe Alma Sali, fituese e çmimit të 4. Nuk e prisja fare që do merrja këtë çmim. Jam shumë e lumtur dhe uroj që trashëgimia të vazhdojë. Një emocion i papërshkrueshëm, një ëndër për realitet. Në këto momente emocionet veç se janë të i prek majat. Gjithçka është punuar me shumë pasion dhe shumë dashuri. Pra muza ka rrit një standard tjetër dhe ka filluar të motivojë të rit tanë për t'i dhënë pse duhet studioj dhe pse duhet të jetoj në Shqipëri, sepse muza është një derë e mirë për ta dhe është motiv. Kënga e dëmshme që ty t'ka prek,
Një nga momentet më të bukura të mbrëmjes ishte dhe surpriza për publikun në rikthimi në skenjë një prej figurave më të dashura të muzikës shqiptare, Ermendër Xhepagiçi, i cili duroi momente të paharrueshme me interpretimin e tij. Një mbrëmje që festoi traditën, kreativitetin e të bukurën shqiptare, Muza Competition është jo vetëm një gardë mode, por eventi unik i kthyer tashmë në traditë, ku e kaluara takohet me të ardhmen përmes modës dhe dizajnit. Ky ishte materiali. Një natë fantastike dhe krimet vërtet shumë cilësore, Andreola. Po jo vetëm cilësore, ka pas shumë emocion. Ne që dim se sa punë është bërë për të realizuar dhe për të sjell në atë pasarel të muzës. Çfarë solli ndryshe ky edicion në raport me edicionet e tjera? Po ka sjell shumë gjëra ndryshe. Për shembull, këtë vit ne eksploruam pak të sjellshim moderatore nga Kosova. Edhe që ishte një prurje shumë e mirë. Edhe një ide shumë e bukur. Edhe një ide interesante, sepse përfaqëson Unionin e Bashkive, por dhe Edita Doli është një figurë shumë e rëndësishme në Kosovë, 20 vite eksperiencë. Ndërkohë kishim modelet, ndërkohë hapëm dyert për gjithë vajzat që aspirojnë të jenë pjesë e muzës, por në një formë tjetër, të ishin imazhi i muzës. Si u çështja e modeleve si organizuar? Po hapëm një casting në kujdesin e modeles tonë, pra Mina Çunmulej, antares tonë të juris. Ajo e ndoqi të gjithë këtë dhe bëm një përzgjedhje mbi 23 vajza, 24 vajza kanë qenë që shkelnin për herë të parë në një pasarel dhe ishin aq shumë dinjitoze dhe jo vetëm që punuan fort, ne kemi punuar gati 3 muaj prova për të realizuar dhe për të përfaqësuar veshjet dhe krijimet e të rive tanë në mënyrë dinjitoze. Dhe gjithashtu gjëja tjetër që ka qenë e re për këtë vit për muzën, kemi hequr vlerën monetare dhe kemi përkthyer atë në çmime dhe duke i dhënë ose duke trokitur në tregun ndërkombëtar. Shumë e rëndësishme që të rit tanë të jenë pjesë dhe të prezantojnë kulturën shqiptare. Pra çmimi i parë do jetë Fashion Week Milano dhe ne i kemi dhënë këtë lloj mundësie që të prezantojnë Moralda ti do të marrësh pjesë në Fashion Week. Në Milano, në një nga kur? Do jetë, ne vetëm jemi pak në presion të kohës, nëse arrim që t'jemi këtë shtator, t'jemi pjesë, do jetë që këtë vit, nëse nuk arrim, do t'jetë vitin tjetër. Dhe do jesh me koleksionin që prezentove të muza, me të njëjtin koleksion. Dhe le ta shohim ndërkohë koleksionin Morales, nëse kemi, është koleksioni i fitueses, po? E sjellim mbulim ndërkohë. Duhet të prezantojmë, po flasim për xhubletën dhe ne duhet ta prezantojmë kulturën shqiptare pikërisht në tregun ndërkombëtar, sepse ne e gjithë logjika. Jo, nuk është ky i Morales. Jo, është tjetër një koleksion. Ty s'ka frymzuar xhubleta në koleksionin tënd, që të trokasim tek pushuesi, pra ne po flasim gjithë muza është ndërtuar në një koncept turizmi, si të promovojmë dhe si të thithim turistët elitarë. Dhe nëse ne shkojmë dhe themi që ne kemi një paketë shumë të bukur etnografike të bazuar pikërisht në trashëgimia jonë kulturore, pikërisht pjesëmarrja në Fashion Week Milano do të prezantojë dhe do na tregojë historinë tonë dhe është shumë e rëndësishme kjo. Morella, më thuaj pak si punove ti për këtë koleksion, pra ishte xhubleta që të frymëzoi dhe prej materialit të xhubletës më pas krijove dhe gjithë veshje të tjera se atë ndjesi t'jepte. Në fillim gjatë inspirimit kam pas shumë ndjesi frike. Gjatë punimit kisha frikë se mos e cënoja, mos e prikja, por realisht më shtoj akoma më shumë pasionin që ta vazhdoja më shumë këtë koleksion. Koleksioni quhet 1001 fije. Kjo për shkak që unë jam frymësuar tek spiku i xhubletës, që aty janë 16 fije dhe aty më lindi ideja që unë çdo veshje ta bëja me idenë e fijes. Bukur. Në fakt është një koleksion shumë i bukur i cili ishte edhe shumë i lidhur njëri me tjetrin, mund të thuaj vërtet një koleksion i lidhur mirë, pra kishte një temë. Janë nga ari dhe argjenti, që nuk i kam qëndruar... Kjo origjinale. Po, i kam qëndruar besnike çdo detaj, nuk kam ndryshuar asnjë element. Me çfarë materiali janë punuar ato veshje? Me shajak industrial dhe litarin, duke imituar spikun. Po, dhe janë shumë të bukura, bëjnë shumë figure edhe janë
janë shumë skenike, duhet thënë. Mirë, unë të uroj sukses edhe në javën e modës në Milano, kur të me këtë koleksion, besoj që do të rejqësh vëmendjen aty edhe... është më shumë se një ëndër përfaqësoj muzën tek java e modës në Milano. Bukur. Çmimi i dytë, flasim pak për çmimin e dytë për Esmerinën. Çfarë fitove ti, Esmerina? Unë jam Esmerina Kasa, mora çmimin e dytë në muza. Në çmimin e dytë përfshihet domethënë komplet koleksioni imi që duhet të... Ja, ky është koleksioni që po shoh tani. Që do zhvendoset në Amerikë. Në Miami. Po? Ideja ishte që në këtë koleksion, që e kam titulluar në pej, e solla në formë me dialekt në pej, ideja ishte që të sidhja gjithçka nga fillimi në fund të punuar me dorë, me grep. Domethënë komplet fustanet janë të thurura me grep. U bazova më tepër ta sidhja me grep, se përveç punës time që vazhdoj ta bëj të tillë, dua ta sjell punën e dorës më afër brezit të ri, që ata të kuptojnë domethënë që mund bësh dhe diçka fashion, nuk është thjesht trashëgimia të mbetet në ato çfarë ne kemi parë, që patjetër është vlerë, po pse jo këtë vlerë ne ta përcjellim të ndërthurur edhe në forma të ndryshme moderne. Po. Pra të gjitha me grep, të gjitha veshjet e tuaj kanë këtë elementin e... Dhe desha të theksoj që për këtë domethënë kanë punuar shumë gra, mbi 13 gra, por gjithashtu më kanë ndihmuar shumë dhe mami im dhe bashkëshorti, që kanë qenë për krasit tim më të mëdhej, dhe jemi bërë si një ekip vërtet i madh dhe kemi punuar në shumë orë intensive. Bukur. Gjeksil, flasim pak ndërkohë për koleksionin tënd? Për koleksionin tënd, të cilën dua që ta kemi edhe tani të shfaqur në mënyrë që ta komentojmë së bashku. Atëherë, Gjeksil, çfarë të frymëzoi ty për koleksionin tënd? Atëherë, koleksioni im mban titullin Iluris, kjo për shkak të një termi në gjuhën latinishte, me të cilat përkufizoheshin territoret tona shqiptare. Dhe ajo që unë desha ishte të mblidhja legjendat e qyteteve tona shqiptare dhe të silla një koleksion. Dhe për këtë fillova ullumtime, studimet, për të sjellë, domethënë, të ishin sa më trendi për kohën, dhe por të mbesnin dhe tek ajo originaliteti. Gjithashtu kam përdorur edhe një element tjetër. Ishte shumë e bukur kjo me shtam. Faleminderit. Vajza me shtam, ishte shumë i lezet, ide shumë e këndshme. Faleminderit. Po? Gjithashtu një element tjetër që doja ta kisha si një emërues të përbashkët të gjithë koleksionit, ishte edhe një motiv shumë interesant që është përdorur në veshjet ilire, që është motivi i fibulës ilire, e cila ka një motiv me një trajt spirale rrethore, dhe mendova që duke qenë se ishte dhe një element shumë skulpturor, mendova ta sillja në të njëjtën formë, por me materiale të ndryshme, kuptohet. Edhe kostumet e Shqipërisë së Mesme ndjeshin që ti kishe përfshirë aty, pjesa e kishe disa veshje, më duket mua, me pjesën e dimiqve. Pra, frymzuar nga ato dhe kishe realizuar dhe ishin shumë femëror, shumë simpatike dhe ato veshje që kishe realizuar. Shumë të bukura. Faleminderit. Shpërblimi që mori ti si vendi i tretë tani për të na i treguar pak? Çmimi që unë fitova ishte një bursë 6 mujore në Dubai. A ti në Dubai? Po. Më prestigjose të... Që do të shkosh të studiosh atje, për 6 muaj? Po. Okej. Bukur, kalojmë tek vendi i 4, tek Alma. Alma Sali, edhe koleksionin tënd, po ty Alma çfarë të frymëzoi dhe si erdhi koleksioni? Cili është materiali që përdore më së shumti? Koleksioni im quhet Në hijen e kujtimeve, edhe në këtë koleksion jam inspiruar nga një dhomë e vjetër e gjyshërve të mi, në të cilën janë kanë të ruajtur gjërat e vjetra si goblenët, jastak me kasht, mbulojat shilteve, dhe ato kam menduar që ti rikthej në mod. I gjithë koleksioni është i përbërë nga materiale të vjetra, të cilat kam mendu me përdor edhe metoda në ripërdorimit të materialeve, sepse ne jemi përgjegjës edhe të ambientit. Edhe për me rujt ambientit ma shumë, i gjithë koleksioni ka qenë në ripërdorim të materialeve. Veshja e dytë ka qenë e punuar e gjitha me copëza të mbetura nga procesi i asaj pune. Ka qenë një punë e vështirë, po edhe aq sa e bukur.
e gjithë familja kemi punu për këtë koleksion. Ku i gjetur, ku i mblodhe këto materiale? Këto materiale i kom bledh në zonën time, në rrethin ku jetoj unë, në zonën e Opojës, edhe për atë arsye kam mendu që me ja vendos emrin në hijen e kujtimeve, sepse kujdo që i lypsha goblen ose diçka, më thoshin, e kemi një, po e kemi rujt kujtim. Kështu që për ato e kom pa që emri ma adekuat është në hijen e kujtimeve. Pra, le të themi të duruan kujtimet e tyre? Po. Një duruan në Ka ndonjë një copës shpirti në një farë mënyre. Duke pasur parasysh që është një kombinim kyre i materialeve të reja, po edhe i kujtimeve të hershme, kështu që edhe koleksioni ka një vlerë të shtuar akoma më shumë, kështu që përgëzime edhe ty për koleksionin të Në fakt ishin të gjithë shumë interesante, është real, ajo shprehje që themi ne vështirë të zgjedhësh, ishte më se saktë sepse ishin 10 koleksione të mrekullueshme, njëri më i bukur se tjetri dhe zgjedhja ishte shumë e vështirë, duhet thënë Juris. Unë kam me kolegët që ne ishim aty dhe ishte realisht pas goxhat vështirë, po ne dim shumë. Sa të tjerë mbetën pa u vlerësuar si ndër më të mirët dhe ishin po aq të mirë gjithashtu, pra realisht shumë e vështirë. Megjithatë unë them por që kanë bërë një prezantim dinjitos. Unë them që të 10 ishin fitues. Për mua që organizoj, që janë praktikisht. Janë të gjithë, se të marrësh tani dhe të ndërtosh mosha 18 vjeç dhe ti të arish të krijosh një koleksion të tillë, me të drejtën janë të gjithë fitues dhe këto kanë dalë mbi, pra kanë pas, nuk se kanë dalë në një konkurrencë e vogël, kanë qenë 4000 aplikime, kanë dalë vetëm 10 finalistë. Pra do të thotë që përzgjedhja juaj në këtë lloj procesi është një vit punë dhe besoj që shumë fort që të rinjtë tanë na treguan dhe na shpërblyen besimin që patëm. Në muzën, pra ne treguam që të rinjtë janë po aq të përgjegjshëm, kanë një këmbgulje të jashtëzakonshme, se ne ndërkohë para spektaklit ne kemi realizuar setin fotografik, kemi fotografuar të gjithë koleksionin me fotografin tonë të mirënjohur Ergyz Zhabjakun. Pra nuk ka qenë një punë intensive 2 mujore që vetëm të rinjtë e dinë se sa punë është bërë për të realizuar dhe për një intensitet aq shumë të lartë, në një anë duhet realizonin koleksionin, në anë tjetër duhet merreshin me provat, pra ka qenë një punë në grup që ja dole mban edhe gjithë ekipit tënd. Përgëzime të gjithëve. Cila është ëndra juaj më e madhe? Pra, domethënë në Shqipëri sigurisht ne kemi stilistë shumë të mirë edhe gjëra shumë bukura që realizohen në fakt. Por edhe kanë filluar ato brendet të krijohen pak nga pak. Nuk e di se sa mund të quhen brendet më fillta, siç mund të jetë një brend veshjesh i kompletuar, por cila është ëndra juaj? Ndoshta e shihni veten si stilist të një brendi të mirëfillt në Shqipëri ose me një përvojë ndoshta ndërkombëtare, me një eksperiencë ose me dimensione, le të themi, për te kufive? Patjetër që po. Po. Pra, përveç kësaj, pra, përveç t'i hapi, kësaj faze që ju kalua tashmë, ku e shihni veten tuaj pas 5 vitesh? Realisht mendoj që ti qëndroj besnike vendit tim, edhe ta vazhdoj koleksionin akoma dhe më shumë rreth xhubletës. Momentalisht mendoj të merrem me disa spila, duke vendosur elemente që mban xhubleta. Spila? Aksesor, pra? Po, aksesor. Që ka elementet e xhubletës. Po. Teksil, po ti? Unë gjej gjithmonë inspirim të folklori ynë, edhe pse jo, kam shumë dëshirë që folklorin tonë t'ja tregojmë botës. E kemi shumë të larmishëm dhe shumë. Pra, si në çfarë? Si e mendon ti në të ardhmen tënde? Cili do t'jetë hapi yt tjetër? Për mua hapi im tjetër është të krijoj një brand time personal, dhe pse jo, ta shfaq atë në botë. Të bëjmë krenar vendin tonë dhe folklorin tonë, sepse është shumë i bukur. Do të ateljet tuaja, keni filluar ti mendoni seriozisht ti krijoni apo jo? Se besoj që nis nga një atelje vogël gjithçka. Fillimisht nga një makinë qepse, që besoj e keni në shtëpi të gjithë nga një apo jo? E keni? Përveç meje, Nise ke makinë qepse në shtëpi, si ka mundësi? Jo, unë e kam, se edhe prej shkollës, po unë jam fokusuar domethënë më shumë tek profili i dorës. Okej. Unë çdo veshje e kam me grep dhe mjeti im i vetëm është grepi. Grepi, po. Kështu që gjithë inspirimi dhe gjithë frymëzimi që kam ta vazhdoj këtë punë dhe pse jo të bëjmë një brand i suksesshëm në të ardhmen, është që të vazhdoj po me punën e dorës. Po gjithmonë të risjell në forma të ndryshme moderne edhe gjithmonë në mënyrat më trend të kohës. Bukur. Alma,
Po ti si do të vazhdosh, sepse besoj që nuk do mundesh dot gjithmonë të kesh kujtime të dhuruara nga të tjerët, e bën një herë, por nuk besoj që do të jetë lehtë për gjithmonë. Ose këto materialet, të cilat nuk janë shumë të lehta, edhe për tu veshur apo jo, mund të jenë eksperimentale, por edhe impresionuese në një moment kur ishe, po si e sheh veten tënde më pas, cili do të jetë stili yt? Atëherë unë e kam veç se biznesin tim personal, biznes individual, edhe mendoj që ta zgjeroj ende më shumë ata. Pra ti ke një atelier? Po, e kam një atelier të vogël në vendin tim ku jam, dhe mendoj që ta zgjeroj atë edhe më shumë, por tani e kam këtë dëshirën që të fus më shumë elemente etnografike në dizajn të modës, në modernitet. Bukur, pra është këtu kjo pjesa orientimit të rive, më emocionon në fakt kur i dëgjoj, sepse ka trokitur, muza ka trokitur dhe ka orientuar drejt një tregu ndërkombëtar, dhe ky është dhe qëllimi, ndërkohë të gjithë koleksionet e të rive tanë do gjendet e faqja e muzës, dhe kush do ketë dëshirë për t'i pasur këto koleksione dhe të ketë dëshirë për t'i blerë këto koleksione, ne do e realizojmë këtë lloj mundësie dhe do jemi tashmë, do kthehemi promotor shumë të mirë, pikërisht për të rritë tanë në tregun ndërkombëtar. Dhe ky është i gjithë qëllimi dhe ndryshimi çfarë ne kemi bërë këtë vit. Isha ndërkohë duke pyetur Regjin gjatë kohës që flisje ti edhe nuk i shfutuam dot kamerave, sepse po dua të shfaq në fakt tani një tjetër moment, është një intervist. Aq sa mundëm të ne të realizonim në ato kushte, sepse patëm një pjesëmarrje këtë herë, muza pati një pjesëmarrje shumë interesante nga emra të njohur të ndërkombëtar, le të themi, për sa i përket fushës së modës. Dhe në fakt këtë herë ka qenë e ftuar speciale një modele e cila ka bërë shumë bujë dhe shumë e njohur, vazhdon edhe sot, me siguri sapo ta shihni ju kujtohet më një herë fytyra e saj aq e bukur e kopertinave të viteve 80 dhe më pas, po sidomos në ato vite ka qenë absolutisht një nga portretet më të bukura, modele e revistave kam përshtypjen, modele fotografisë. Ka qenë është Carol Alt. Me siguri do ta kujtoni sapo ne të shfaqim këtë fragment, këtë mini intervistë që kemi realizuar me të pikërisht tek muza. E shkëputum atë nga atmosfera ku kishte ardhur për ta ndjekur dhe për ta parë vetë nga afër si e ftuara speciale këtij edicioni, dhe unë ju ftoj të ndiqni një intervistë të shkurtër që kemi marrë. Carol Alt është një ikonë e modës botërore, një emër që ka shkëlqyer në pasarelat dhe kopertinat më të njohura të globit për dekada me radhë. Ajo filloi të kishte sukseset e para në modelim në vitin 1979, kur shpesh në kopertinën e revistës Harper's Bazaar. Gjatë viteve 1980, ajo shpesh në mbi 500 kopertina revistas, si Vogue, Vogue Paris, Vogue Italia, Elle, Cosmopolitan e shumë të tjera, duke u bërë një nga modelet më të famshme të epokës së saj. Supermodelja Carol Alt ka sfikatur dhe si aktore duke interpretuar në role të ndryshme në serialin televiziv Thunder in Paradise në vitin 1994, në filmin aksion të vitin 1997, Mbrojtësi e të tjerë. Është hera ime e parë në Shqipëri, është hera ime e parë tek muza, është hera ime e parë tek Rudina. Si ka qenë ustimi yt në Shqipëri? Kam kaluar shumë mirë. Kemi parë qytetin e vjetër, kemi ngrënë ushqime të mrekullueshme, kemi vizituar Beratin, tani jemi në Tiranë, jemi në Green Coast, e kemi kthyer në një udhëtim të plot. Mendimi im për natën e sotme është që ky është një event i mrekullueshëm, sepse i jep mundësi një stilisti të ri. Do të shohim 10 stilistë të jashtëzakonshëm, por njëri do të spikas mbi të tjerët dhe do të ketë mundësinë të shkojë në Amerikë dhe të mbështetet e ndihmohet. Dhe unë dua të ndihmoj njerëzit e tjerë të hedhin hapa në karrierën dhe jetën e tyre. Kjo është mundësia perfekte për ta bërë këtë për dikë. Çfarë të ka pëlqyer më shumë nga Shqipëria? Nuk mund të vendos. Është deti, janë burrat dhe gratë që janë kaq të dashur dhe të sjellshëm. Është ushqimi. Nuk e di, ka kaq shumë për të pëlqyer në Shqipëri. Nuk mund të zgjedh vetëm një gjë. Ne nuk mund ta besojmë që ti Carol ke ardhur në Shqipëri. Ne të kemi parë ty nëpër filma, kopertina revistash dhe je një ndër modelet më të bukura në botë. Është e pabesueshme. Kur të pash, nuk mund të ti besoj asyve dhe thash që kjo është Carol apo jam duke ëndërruar.
Ti je shumë e bukur, cili është sekreti yt I bukurisë? Jam e sigurt që çdo kush po pyet për këtë. E po, e di, në Amerikë është shumë e vështirë të qëndrosh në formë me të gjitha gjërat që I bëjmë ushqimit tonë. Shumë e lehtë në Europë, por unë ndjek një dietë të papërpunuar, pi shumë ujë, flej shumë dhe qëndroj larg të gjitha veseve, sepse jam një person që I pëlqejnë veset, ndaj ri larg tyre. Ku do të jetë udhëtimi yt I radhës pas Shqipërisë? Po xhiroj një film në Connecticut, kështu që nuk do të jem larg shtëpisë. Dhe pastaj besoj se do të jem në Dubai, dhe ndoshta në vendet e bllokut lindor. Do të presim të shohim se çfarë ndodh. Politika po pengon disa gjëra për momentin, por e di, uroj më të mirën për të gjithë në Iran, Izrael, Gaza, Rusi dhe Ukrainë. Zemra ime është me të gjithë ata që janë në vështirësi të mëdha për momentin. The project with Fadil Berisha. Projekti yt me Fadil Berishën? Apo bëni diçka të veçantë këtu në vendin tonë të bukur? Fadil Berisha Duhet të them që Fadil Berisha është njeriu më bujar, më I dashur, më I sjellshëm dhe si fotograf ka syrin më të pabesueshëm. Mund të kap në çdo dritë anën më të bukur të një personi. Shpirti yt shkëlqen përmes tij dhe mendoj se ai ka bërë shumë për Shqipërinë. E shoh tek njerëzit që I afrohen atij. Alfred Hitchcock, here he is. We were talking about you and she was telling how wonderful you are. Listen, this Dëgjoni këtë zonjush të re këtu. Kur u rrita, e nisa karrierën time si fotograf. Ishte ëndra ime të punoja me të. Ajo njihej si fytyra, që do të thot fytyra më e bukur në botë. Dhe të kisha mundësinë të punoja me të, ndoshta duke u kthyer pas sa viteve me Taron Rose, kemi bërë të pakte 20 vite më parë një fushat për këpucë, por nuk patëm mundësinë të punonim vërtet. U rilidhem pas disa vitesh përmes shoqeve të mia, Melanie dhe Carmen, dhe vetëm para 1 apo 2 javësh bëm një set fotografik në New York. E fotografova ashtu siç e mbaja mend kur ishte 15 ose 16 vjeç, dhe ajo duket e mrekullueshme. Ajo është një frymëzim për çdo modele për të rifilluar karrierën e saj nga e para. Po, dhe jo vetëm kaq, por ajo është personi më I mrekullueshëm dhe pranoi të vinë në vendin tonë dhe të na nderojë. Dhe kjo për mua ishte një nder. Ky ishte materiali dhe ishte shumë interesant në fakt se ajo aktore sot që flasim ne është 64, bën 65, se I pam dhe ditëlindje. 65 vjet në atë formë, e jashtëzakonshme, ëh? Jo vetëm, po kishte e tha që bënte një dietë dhe ne e kuptuam që bënte një dietë shumë strikte. Po në fakt shumë falenderuese për fotografin tonë të mirënjohur, për gjithë jurin, po që bëri të mundur ardhjen e këtyre personaliteteve në industrinë e modës, si Nicole Millers, na u bashkua këtë herë dhe një shqiptare shumë e suksesshme në Miami, si që ishte Matilda. Dhe thjesht e nderuar me gjithë ju, sepse muza nuk mund t'ishte dot pa gjithë suportin tuaj. Cili do t'ishte një thirrje dhe një ftesë mund t'i bëje të rinjve, të cilët ndoshta aspirojnë modën, fushën e krijimtarisë, edhe që frymëzohen nga të rinjt që ne kemi sot në studio këtu. Duhet besojmë, muza po ndërton një rrugë të sigurt, ndoshta me hapa pak më të vegjël, por besimi dhe motivimi, besoj që është gjëja më e rëndësishme për të ndëruar dhe për të bërë ëndrrën tuaj realitet. Është dera që mund të rrokëtet. Ju uroj suksese të gjithëve. Me siguri do kemi rast të shihemi sërish, të sot ishte kështu nga pak, me që jemi shumë edhe koha televizive, nuk na premton të qëndrojmë gjatë, por gjithsesi ju uroj suksese dhe ju vafëmbar. Në gjitha projektet që keni përpara, Andreula, të uroj suksese. Faleminderit shumë për mundësinë dhe për hapësirën. Edhe shihemi në edicionin e ardhshëm të muzës. Faleminderit, do të ndajemi këtu me miqtan, unë do të zhvendosem, sepse do të shkoj në këndin tjetër të studios son, aty na presin miqtan special të Prince Cafe turke, e cila arrin që gjithmonë të sjellë risit më të mëdha në treg, si për nga shijet më të reja dhe inovative, por edhe duke qenë sa më afër konsumatorëve të saj në mënyra të ndryshme. Për të gjitha dhuruesit e brendit të Prince Cafe turke nga muaji maj, ka filluar shorteu, ku pjesëmarrës në këtë lojë mund të bëhen të gjithë ata të cilët konsumojnë produkte të brendit të Prince Cafe turke, duke blerë njërin prej paketimeve të kafes 100 gram, 200 gram apo 500 gram. Në këtë formë mund të bëheni fituesi shumë shpërblimeve çdo muaj, si 100.000 lekë të rinj, motor, skuter elektrik, udhëtim në Milano, televizor dhe shumë shpërblime të tjera. Bli Prince Cafe turke për të bërë fituesi njërit prej këtyre shpërblimeve dhe shumë shpërblimeve në përgjithësi që dhuron Prince Cafe turke. Për tërheqjen e shpërblimeve ju duhet të kontaktoni në numrin e telefonit 068 40 56 105.
Prince Cafe Turke, shpërblime për çdo shtëpi. Faleminderit Prince Cafe Turke, ne kemi publicitet, kemi pas pak. Jemi kthyer në studio, jemi me gazetare mirënjohur Enita Mema, sërish në fakt në këtë të hënë, sepse ishte dasma e Jeff Bezos edhe pashmangshme në fakt për ta komentuar edhe sot të gjitha mediat online, kudo, portalet, webet, duke u mbushur me fotot e nusës së re, e cila tashmë ka shtuar edhe Bezos në mbiemrin e saj në Instagram, edhe ishte ndryshimi që bëri më njëherë në fakt, më njëherë sapo bëri celebrimin, shtoi edhe Bezos, Lawrence Sanchez Bezos, apo jo? Tu na trashëgohet çifti. Mirë se erdhe. Si shkoi kjo dasëm, le të themi, sjellim ndërkohë më njëherë dhe planet mbulim të gjithë atmosferës së tyre, fotot që janë shpërndar, si është komentuar e si është pritur, le të themi. Një dasëm që të gjithë sytë e botës ishin te kjo, shumë media botërore etiketuan si dasmën e shekullit në fakt, me mbi 200 të ftuar vip nga të gjitha fushat e teknologjisë, të artit, kulturës, gazetarisë. Kështu që ishte një dasëm që mori vëmendjen e të gjithëve, le të themi, edhe të italianëve mbi të gjitha. Zgjedhja e Venecias, që është një qytet simbol i Itali, sigurisht edhe hoteli përzgjedhur nga ata, një hotel me 5 yje ndër më të shtrenjtit në botë, por nga cilësia etiketohet dhe klasi. Etiketohet si hotel me 7 yje, të pakt janë në botë ata që etiketohet si me 7 yje, kështu që një dasëm që pa dyshim mori vëmendjen e të gjithëve. U pati dhe skeptik natyrisht, kemi dhe një ndryshim të madh, le të themin, me këtë dasëm. Kemi një Jeff Bezos që përfundon në faqet e të gjitha gazetave botërore, me këtë pamjen e re fashion, le të themi. Po, se dhe i ka ndryshuar goxha në raport me atë që më herët. Deri tani, bigët e teknologjisë botërore, duke nisur nga Steve Jobs, nga Tim Cook, apo Jeff Bezos, apo të gjithë, apo Mark Zuckerberg, asnjëherë nuk janë ekspozuar shumë në media, veçanërisht në mediat roz, dhe gjithmonë kanë qenë shumë të rezervuar për sa i përket çështjeve personale apo jetës së tyre personale. Në fakt, shumë pak dim sot për jetën e tyre personale edhe në martesat precedente, duke ju referuar Jeff Bezos. Fustani i saj ishte i nusës, i jashtëzakonshëm, një kopi nga Sofia Loren në filmin e viteve 50, pra një moda e bukur e viteve 50. Ka natyrisht ato ndryshimet në siluetën e poshme, por frymëzimi është aty duke qenë se edhe stilistët janë Dolce Gabbana me frym plotësisht italiane. Vërtet. Duke ruajtur edhe stilin, ndërkohë që fustani tjetër i saj mjaft i rëndësishëm edhe në kohën e festës dhe në ditën e fundit të celebrimeve ishte nga Versace, pra zgjedhjet janë tipike italiane për t'u përshtatur edhe të jetës italiane, sepse e tillë ishte përshtatja e të gjithë ceremonisë martore, martesore. Mos një larg qoftë. Natyrisht janë etiketuar. Ajo që më ka bërë përshtypje, sepse këta Jeff Bezos dhe Lawrence Sanchez Bezos kanë një histori që kanë disa vite që e kanë nisur në fakt. Ajo është një businesswoman, ka qenë gazetare, është marrë, do me thënë person që është marrë me media, por vinë nga njëjti qytet i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kanë vetëm 6 vjet diferencë. Po, ishte detaj shumë interesant ky që vini nga njëjti qytet. Kanë disa vite që janë bashkë, edhe ndërkohë që ishin të martuar respektivisht me persona të tjerë dhe kërkuan divorce natyrisht dhe më pas gjërat i bën ashtu siç duhet. Duket që gjurma e madhe është pikërisht e Loren, në këtë ndryshim të madh është ajo që ndoshta ka dashur të bëj një ceremoni kaq madhështore, kaq në dukje dhe me kaq i jehon. E vërtet. Do bëjmë kam disa informacione pikërisht të paralizuara për të dy, për sa i përket moshës, Lawrence Sanchez është 55 vjeç, kurse Jeff Bezos 61. Ky është një detaj shumë interesant në fakt, që në një farë mënyrë është interpretuar si një siguri e madhe nga Jeff Bezos që martohet me një grua gati moshatare e vetës, se në përgjithësi nganjëherë shohim në këtë moshë
burrat të cilët duan të vlerësojnë veten e tyre ose të rivendosin edhe një herë veten e tyre në një pozicione që duket sikur koha po ja merr, duke bërë martesa me diferenca shumë të mëdha moshe. Kjo e parë nga këndvështrimi i atyre që komentojnë, le të themi, diferencat në këtë formë. Po kam përshtypjen që çdo zgjedhje është shumë individuale. Padyshim. Por në këtë rast është vlerësuar në fakt ky detaj i tyre, pra duket që kanë gjetur thjesht njëri tjetrin pas edhe është një lidhje goxha e gjatë, në fakt e cila është kurorzuar në martesë tashmë e tyre së bashku. Pasuria e Lauren Sanchez është $30 milion, kurse Jeff Bezos $227 miliard. Është ndër njerëzit më të pasur të botës prej mbi 15 vitesh, revista Forbes e etiketon, është gjithmonë në 3 të parët më të pasurit e botës, sikurse janë të gjitha ata Big Tech nga Silicon Valley. Janë të dy nga Albuquerque, New Mexico, të dy nga njëjti qytet. Në profesion, Lauren Sanchez ka qenë speaker e lajmesh, news anchor, kurse ai biznesmen. Lauren Sanchez ka 3 fëmijë nga martesat e mëparshme, kurse Jeff Bezos 4 fëmijë nga martesat e mëparshme. Janë dhe emrat e kompanive Amazon dhe Black Ops Aviation që Lauren Sanchez Po, sepse Lauren Sanchez ka dhe patentën për t'i dhënë helikopterit. Edhe ndjekësit në media sociale, në Instagram, Lauren Sanchez 1 milion, pak të një farë momenti, tani me sigur janë shtuar, Jeff Bezos 4.3 milion, në X, Lauren Sanchez nuk pas ka account, kurse Jeff Bezos pas ka 7 milion ndjekës. Oke, këto janë të dhënat që janë shpërndarë kështu për informacion fun facts, si dhënë. Po, janë informacione, kuriozitete në fakt, në këtë çift që ka tërhequr vëmendjen e gjithë botës në këto momente. Sigurisht ka pasur edhe protesta. Venecia për këtë dasëm, se u duk sikur u mor peng e gjithë Venecia për dasmën e tyre, për masat e sigurisë të teshtuara, pikërisht për faktin sepse aty ishin shumë njerëz të rëndësishëm, përmend këtu edhe mbretëresha e Jordanisë, Rania, e cila ishte e pranishëm në ceremoninë martesore, kështu që ku shohim një ndër pankartat e mëdha, u përfol fakti që çmimet kanë qenë marramëndse, është një dasëm që kushtoi rreth mbi $30 milion, një natë në këtë hotel, në Aman Hotel, kushtonte mbi €11.000, kështu që le të themi çmimet. Pati nga ata që protestuan, sepse protestojnë me arogancën e super të pasurve të cilët i mundsojnë vetes gjithçka edhe është një tjetër, le të themi, këndvështrimi tyre, kur edhe le të themi duket sikur kanë pushtuar Venecian, pak në këndvështrimin e atyre që protestonin, kurse pati plot të tjerë që thanë që Venecia vetëm përfitoi nga gjithë kjo, sepse u bën dhe bamirësi të ndryshme, u dhuruan para për fondet dhe sigurisht u shpenzuan gjithë ato para të cilat ngelin në Venecia, apo jo? Në terma biznesi, padyshim, Venecia ka përfituar në terma biznesi, në dukje, në jehon ndërkombëtare, padyshim që po, megjithatë, skepticizmi është në të tjera fusha, duke pasur parasysh gjithë problematikat që janë në rend global. Kemi shumë problematika, me thënë të drejtën, njerëz që këto harxime të tejskajshme duken në fakt si të tepruar, duke qenë se problem ka njerëz që nuk kanë të hanë, të pinuj, apo kemi kontinente të tëra. Por kjo shumë moralizuese se ai në momentin që ka këtë mundësi edhe pikërisht. Pra çdo njeri ka të drejtën të zgjedhë atë që pendon dhe atë që e bën të lumtur për veten e tij, në momentin që i ka mundësi, padyshim që vetes edhe ndoshta mund të ndihmojë nga ana tjetër, bamirësi e tjera. Ndër të ftuarit VIP ishte Leonardo DiCaprio, i cili si gjithmonë nuk pranon të fotografohet nga paparacët, ishte Oprah Winfrey, e cila është një ndër gazetaret më të njohura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kurse ishte Ivanka Trump, vajza e presidentit Donald Trump, të gjithë persona të cilët kërkonin një super siguri edhe nga ana e forcave të rendit, sepse ka pasur një gatishmëri të jashtëzakonshme, jo vetëm në Venecia, por në Itali me rastin e kësaj dasme madhështore. Gjithsesi përfundoi gjitha me sukses, duhet thënë që është një dasëm që një martesë që ka një kontratë paramartesore, kështu të thotë paktën. Pra nëse Jeff Bezos këtë herë nëse do të ndahej, nuk do i përgjysmoj pasuria siç ndodhi me martesën e parë, sepse aty është një tjetër histori në fakt, kështu që ishte edhe drejtisht ashtu të ndahej në fund fare. Kurse tani është një tjetër histori. Ne do t'i komentojmë ndoshta edhe rrugës në programe të tjera, momente të kësaj natyre, sepse të gjitha këto le të themi çelin tema të ndryshme për diskutim, kështu që do të jemi edhe me panele më të gjëra për të diskutuar momente të cilat erdhën në vëmendje edhe nëpërmjet kësaj dasme.
dasme. Të falenderoj shumë Enita që ishe këtu me mua sot. Kënaqësi si gjithmonë që pata në studio, kemi publicitet, kemi shpejt. Jemi kthyer. Jemi ditën e fundit të qershorit dhe na pret një muaj I cili me siguri të gjithë ata që ndjekin horoskopin edhe mesazhin e yjeve janë duke pritur të shohin se si do të renditur shenjat përgjatë këtij muaji dhe patjetër çfarë kanë menduar yjet për secilin prej tyre, kështu që ne pa humbur kohë sot do të presim astrologen më të famshme në Shqipëri, Meri Sheu, për të bërë parashikimin e muajit korrik dhe renditjen e tyre ekskluzive në programin ton. Mirëse erdhët. Përshëndetje. Kënaqësi që të kam këtu dhe dukesh kaq e bukur sot. Faleminderit. Mirëpresim korrikun. Ne kemi Merkur të kundërt, po mund të themi që dëgjuam dhe lajme dasmash, Jupiteri nga Fore dhe shumë ata që bëjnë dasma dhe zgjedhin të bëjnë dasma Jupiteri nga Fore, gjithmonë e dinë që do ketë mbarësi në familjet e tyre. Kishim dy dasma të njohura, edhe djali Sorosit edhe Jeff Bezos e gjetën momentin. Për inerci edhe gjatë korrikut le themi do të kemi atë. Po, patjetër. Jupiteri në Gafore e jep të. Jo, gjatë korrikut do kemi Merkurin e kundërt në Luan. Do shikojmë gjëra. Pas kemi, ajde ulemi që nga dhe aq e lehtë puna. Jo. Pas kemi korrikun. E kemi pak të komplikuar korrikun, por ne do ta bëjmë të bukur si gjithmonë, duke bërë ato harmonizimet e planetëve në mënyrë të tillë që njerëzit mos të ngelen tek vështirësia e korrikut, po ta kapërcejnë më tej, sepse korriku ka një datë shumë me fat, data 7/7, dhe jo se është me fat se kemi dy numra të njëjtë, po se do futet Urani në binjak mbas 7 vjetësh të ndenjur në Dem. Pas edhe një 7 tjetër. Pas edhe një 7 tjetër. Basta u bën 3 shtata. Dhe mira po keq këta Demët, Akrepët, Luanët dhe Ujorët shpëtojnë nga 7 vjet Uran përballen në kundërshtim me shenjën e tyre që ja u ka ndryshuar, themi ne dritat, poçat. Le ta nisim pa humbur kohë në fakt të shohim se si do të jetë renditja e shenjave për këtë muaj, cila shenjë qëndron në vendin e 12 që ka shigjetarët. Janë shigjetarët sepse siç e thash, Urani kalon në binjak dhe del pikërisht në kundërshtim me shigjetarët. Dhe shigjetarët për 7 vjet do kenë ndryshime gjithmonë në jetën e tyre, bashkëpunime, martesa, vendime të rëndësishme që kanë marrë, asnjë gjë nuk do ri stabël. Ose edhe kundërshtarët përballë tyre do ulen ca, do ngrihen ca, marrëveshje nuk do jenë gjithmonë një 7 vjeçar. Po me një lajm të mirë që Urani do ri deri në nëntor, pastaj do bëj prapë retrograd në Dem, që mund të rregullojnë ca gjëra shigjetarët në një periudhë 2-3 mujore, pasi ai të kaloj pastaj për gjithmonë për 7 vjetët në shenjën e binjakëve. Por komunikimi do ndryshojë qoftë për shigjetarët, qoftë për të gjithë ne, sepse Urani futet në binjak në një shenjë shumë komunikative dhe jeta e përditshme, mjetët e komunikimit do marrin një revansh, një ndryshim, një modernizim, do ndryshojmë komplet. Kemi Gafoja. Aty? Gaforet janë në këtë moment, megjithëse do futet edhe afër dita në datën 4 futet në binjak dhe Gaforet do marrin një hovë të mirë deri diku. Por Merkuri I kundërt në datën 18 në Luan sjell prengesa për Gaforet në çështjet ekonomike dhe Marsi që do futet në një pozicion disi të vështirë, për Gaforet nuk sjell tentativa shumë të mira ose shumë të larmishme gjatë këtij muaji. Kështu që kemi dhe hënën e plot në Bricjap që del përkundra Gaforeve dhe duke u dalë përkundra Gaforeve, shumë Gafore do shikojnë paqartësi në jetën në martesë, në bashkëpunime rreth datës 10 të paktën. Kështu ta kenë kujdes këtë gjë. Në vendin e 10 Në vendin e 10 janë Bricjapët, edhe Bricjapët e kuptuan pozicionin e tyre, vetë se në datën 10 kanë një hënë të plot në shenjën e tyre dhe kjo do jetë një moment pozitiv për të ndriçuar të gjitha ato pasigurit ose pamundësit, por dhe për të treguar se çfarë shansesh kanë në ecurinë në jetën e tyre personale. Po mos haro, futja e Uranit në binjak do t'ja bëjë jetën e përditshme kaq të ndryshueshme sa dhe Bricjapi me nerva më të forta nuk do arrit dot ta kuptoj pse gjërat ndryshojnë kaq shpejt dhe Bricjapi nuk është mësuar të dalë nga tradita, nga pozicioni vet, nga shtëpia vet, është çikshëj toksore. Kështu që ndryshimi I përditshëm, jetës së përditshme I punëve, sidomos çdo punë që fillojnë do ta lënë për gjysmë ose do fillojnë një punë tjetër, do bëhet një lëmsh. Prandaj janë në këtë pozicion Bricjapët për këtë periudhë. Në vendin tjetër kalojmë në vendin e 9.
Po. Akrepët? Kemi akrepët, dhe akrepët tashmë shpëtojnë nga ndikimi i uranit, se e kanë pas përballë shenjës së tyre, dinë ç'kan përjetuar akrepët të 7 vjeçar, ca janë ndarë, ca kësaj gjenin një punë, fillonin një punë tjetër, bashkëpunime të cilat nuk gjenin partner të qëndrueshëm, martesa që janë ndarë ose janë rikthyer, gjitha këto situata, por shpëtojnë të paktën mbas datës 7 dhe do merren kryesisht me çështjet ekonomike, jashtë mase. Por janë në këtë pozicion, sepse Mërkuri i kundërt në Luan në datën 18, fillon edhe i bën që të mendojnë pak gjërat e së kaluara, çka kanë gabuar dhe ta shikojnë mirë çështjen e karrierës, të punës, të ligjit, të nënshkrimeve, të udhëtimeve, sepse aty fillojnë dhe pengohen disi e curit të paktën derisa të qëndrojë Mërkuri i kundërt në Luan. Peshqit në vëndin e 8. Peshqit janë në vëndin e 8, kanë këtë hënën e plot në datën 10 shumë pozitive, deri diku mbështetje, po do dëgjojnë dhe lajme të çuditshme, por Urani duke u futur në binjak sjell destabilizim në çështjet familjare, ndryshime shtëpish, udhëtime të shumta, hyn dalin njerëz, sa ndërtohet një gjë prishet, bën dritaret, pastaj do të bësh diçka tjetër, derën del një problem tjetër diku. Pra do jenë në një lëvizje shumë të çuditshme për sa i përket pasurive të patundshme, shtëpisë dhe marrëdhënieve familjare. Megjithatë, afër dita në datën 4 në binjak fillon dhe i ëmbëlton situatat dhe i bën që të ndjen disi më mirë. Kemi dhe një hënë të re në datën 23 dhe i bën peshkun me çik me ekonominë, me shpenzime. Virgjëreshët në vendin e 7. Virgjëreshët, çfarë u ndodh virgjëreshëve me Uranin në binjak? Duke marrë parasysh që Urani në binjak, edhe afër dita në binjak, do merren shumë me karrierën, me punën, me jetën personale. Ka disa gjëra që do shkojnë shumë mirë mas datës 4, sepse afër dita në binjak u jep atë tendencën që të bëjnë show, të jenë qendër të vëmendjes, të kenë fejesa, martesa, lajme të mira. Urani përballë sikur e modernizon pak frymën e virgjëreshës, i bën virgjëreshët më të hapura, për sa i përket karrierës, jetës së tyre personale dhe ndërmarrjeve dhe punëve të rëndësishme që do bëjnë. Pra do fillojnë të bëjnë punë më me komunikimin, më të hapura, më moderne, më largpamse, dhe do jenë në lëvizje. Virgjëreshët i pret një lëvizje e çuditshme, por duke qenë në zenit të shenjës së tyre të shohim çfarë është ky ndryshim kaq i madh që vjen në perspektivën e virgjëreshëve. Dhe shkojmë te demët. Demët shpëtojnë nga Urani mbas 7 viteve, mos më thon demët që nuk janë ndjer këto 7 vite, s'di ku janë ndjer, as në qiell, as në tokë, as anash, as djathtë, as të pyesësh një demë do ta ketë gjithmonë problem që çka ka ndodhur. Ikën Urani, shkon te çështjet ekonomike, do fillojnë do qetësohen deri diku. Demët do merren me disa çështje ekonomike dhe këtë do ta shijojnë deri në nëndor. Pastaj rikthehet prapë Urani për ca muaj në dem, por të paktën deri në nëndor do shikojnë një perspektivë të re në çështjet ekonomike. Ajo që do kenë kujdes do jetë Mërkuri i kundërt në Luan, që i kthen disi përmbys disa projekte çështje familjare, por që do ta shikojmë çfarë janë këto pengesa ose blerje shtëpish, makinash, telefonash, çdo gjë që pretendojnë që quhet si pasuri, do ta shikojmë që mund të ketë pak debate ose pak paqartësira. Dashët në vendin e 5. Shkojmë te dashët. Dashët me Uranin në ujor janë në një pozicion komod. Do thosha on filloi marrin ajër, si të them, deri tash u ka zier koka, Saturni në dash i ka bërë shumë psikologjikisht të ndjehen të varur ose me problematika të çuditshme, do fillojnë të dalin më komunikativ, do lëvizin më shumë, do shprehen më inteligjent, do kërkojnë një komunikim më të mirë, do kenë shumë projekte, plane, njohje, gjëra të tilla, sikur marrin formë. Por në çështjet erotike dhe projektet e tyre nga data 18 deri në fund të këtij do fillojnë problematikat, vonesat, keqkuptimet, kthehen nishët nga e kaluara, prishin punë, kthehen disa detyrime nga e kaluara, prishin punë, duan të blejnë diçka se gjejnë dot atë formulën se si të gëzojnë jetën dhe si të gëzojnë momentin e bukur ose si të gëzojnë verën. Pra duan të zënë pushime, kthehet një gjë përmbysë dhe i vonon, nuk vjen në vendin e dur, në hotelin e dur, me mikun ose miken e dur. E gjitha këto krijojnë një mishmash të çuditshëm. Megjithatë, në fushën e karrierës do mbyllet një punë e rëndësishme, e cila shënon një kulm në datën 10. Ata dashi kanë probleme me ligjin, ta shikojnë mirë datën 10 se çfarë mund të qetësojnë në këtë periudhë. Dhe shkojmë tek Luanët. Luanët janë në një pozicion komod, sepse Urani në binjak u jep shumë avantazhe në lidhje me udhëtimet, kontaktet me jashtë, ligjin, studimet, projektet, hapin fusha të reja, vetëm Mërkuri në shenjën e tyre kthehet i kundërt datën 18 dhe disa gjëra nga e kaluara ose disa persona nga e kaluara fillojnë të komplikojnë përsëri jetën e tyre. Prandaj
kujdes, detyrimet, që ka lënë brapa nga kaluara, kontaktet me jashtë, të gjitha këto fillojnë edhe shqetësohen, nuk i japin ata avantajin e dur. Po gjithsesi, o mendoj që Luana do jenë në një pozicion të mirë, vetëm me punën të kenë kujdes rreth datës 10. Është një datë që ndoshta si kur i bën pak sentimental më shumë se sa duhet Luanët. Po hëna re në datën 23 në shenjën e tyre si kur i hapë përsëri rrugët e reja. Dhe kemi mbritur në 3 vendet e para. Gjithmonë ato më të privilegjuara duken nga yjet, në vendin e 3 qëndrojnë ujorët. Po, ujorët, e dëgjuan deri tani ujorët, sa gjërat bukura futet urani në shenjën e binjakve, dhe për ujorët është shenja e dashurisë. Pra, binjaku është shenja e dashurisë. Dhe të futet një uran aty, futet dhe afërdita në datën 4, imagjinohet se sa joshin, sa elektricitet, do me thënë joshës të reqës, ka në ujorë. Që nuk do gelet ujorë, pa joshur, pa rënë në sy, pa u dashuruar, pa flertuar, pa bërë gjëra prototipe të reja, të bukura, do shkëlqejnë në art, do shkëlqejnë në dashuri, do shkëlqejnë në projekte, do shkëlqejnë edhe në mënyrën se si do ndjenë dhe si do jenë të gëzuar. Vetëm pa kujdes datën 10, sepse hëna e plot në Bricjap, si kur i stimulon pak më për brënda, nuk i lejon të shprehen, ose të marrin atë drejtimin që jep urani, ose shumë shpejt urani i fut në ritëm dhe hëna e plot si kur i shtrydh pak. Vesëllëm cila shenjë qëndron në vendin e 2, peshoret, urime peshoreve. Edhe peshoret ka një kombinim shumë të bukur, me urani në ujor, me hënën e re në datën 23 në shenjën e Luanit, dhe kemi një prototip peshore që do arri gjithë shka, me lehtësi, me komunikim, me diplomaci, me udhtime, me kontakte, me gjëra të reja që do sjellin, dhe mendohet që peshoret të kenë edhe një lajm të rëndësishëm në çështjet familjare, por në datën 10 ta kenë kujdes të lajm, sepse mund t'i fusi pak në mendime jo shumë afatgjata, po deri në 2-3 mujore, sepse kur ndodhin këto hënat e plota në një pozicion të caktuar, mund të t'japin një problematik që zja 2-3 mujore në çështje shpish ose pasurisht të patunshme, por në përgjithësi peshoret janë shenjari që do marrin një energji shumë pozitive. Në vendin e 2 që ke vënë ti mbar do ta kenë, dhe në vendin e parë, cila është shenja që qëndron në vendin e parë? Binjakët! Binjakët për gjatë gjithë muajit korrik do ta kenë shtruar. Unë po e mbaj mikrofonin në dorë, po. Urime binjakëve, urime. Kemi binjakë në studio. Kemi zonja binjak të shenjës të binjakëve? S'pas kemi asnjë nga zonja tona të binjakëve. Binjakët duke qenë se urani futet në shenjën e tyre dhe afërdita futet në shenjën e tyre, do përjetojnë një 7 vjeçar në natyrën e tyre, në inteligjencën, në komunikimet, sipas vetes tyre do hapen shumë dyer, shumë mundësi, shumë ajër, shumë dashuri tash me afërditën dhe shumë para që fillojnë edhe ecin mirë. Pastaj duhet të kenë kujdes mas datës 18, sepse Mërkuri i kundërt në Luan, disa projekte të tyre fillon i pezmaton, i kthen brapa deri në mes të gushtit. Kështu që mos mërziten se me atë uranin që kanë ata do bëjnë aq shumë gjëra sa mund mos kishin bërë për 5 vite të kaluara, megjithëse kanë pas Jupiterin në shenjën e tyre. Kështu që shumë binjak ta shikojnë mirë, por urani ka si edhe ndryshime. Kështu që jenë përgatitur edhe për ndryshimet të papritura dhe t'i durojnë ndryshimet, sepse urani, kur i sjell ndryshimet, edhe të i duron si duron, ndryshimet e uranit janë përmbysa. Por mjafton që nuk është në pozicion të ketë urani. Urani njërë për sa kohë do të qëndrojë, se urani besoj që me urani në binjak do qëndrojë për 7 vjet, dhe për 7 vjet ne do shikojmë ndryshimet mëdha në aspektin komunikativ të përditshëm, mjetet e komunikimit, telefona, makina, kompjuter, çdo gjë do ndryshojë për këtë 7 vjeçar. Por për binjakët do ndryshojë shumë mënyra se si do avancojnë në marrëdhënie me të tjerët, në mënyrë se si do komunikojnë në jetën e tyre dhe shumë ndryshimet nda në jetën personale, në punë, në shumë aspekte. Kjo do vazhdojë deri në nëntor për momentin, do bëjmë 3 muaj pushim binjakët, pastaj vitin tjetër nga ana shkurti 7 vite uran në shenjën e binjakët. Do të kemi rast, do të flasim sigurisht. Për parashikimin e muajit gusht do duhet presim ende, ndërkohë që të hënën tjetër do t'jemi për parashikimin e javës, si zakonisht me Meri Sheu. Falenderoj shumë që ishe Meri me ne, Meri në gjeni në Facebook Meri Sheu, ose në Instagram merisheu.as. Faleminderit të dashur miq gjithashtu që na ndoqët edhe për sot, do të jemi sërish nesër. Kalofshi mirë.